Tërmeti shkaktohet kur pllaka tektonike goditen me njëna tjetrën, edhe kur e shkaktojnë ndërlidhjen krejt anët, shkaktohet tërmeti. Zonë më të rrezikshme janë Kanadaja, Japonia edhe Europa, një pjesë e Europës. Këto janë zonë më të rrezikshme prej tërmeteve. Seizmometri ndoket mjaft shumë i vonë. Mas që seizmometri po tregon kur ndodh tërmeti. Është vonë kur seizmometri kështu po tregon shumë vonë, se kur po tregon seizmometri, tërmeti veç ka filluar. Kështu, veç mendoj. Si për shembull në përdor një qip, me qitë të secila pllakë tektonike, ajo kështu i analizon lëvizjet. Kur është që po lëviz, ajo veç më jep sinjal. Kështu me para lajmëru që mund me ndodhë tërmet. Çto po ndodh? Edhe tsunamit ndodhin prej tërmeteve edhe prej vulkaneve nën ujore. Kur është puna të tërmeti, kur ndodh tërmeti nën ujor, uji ngrihet lart edhe krijon një tsunami. Kur ka vulkane nën ujore, prapë se pra ndodhi njëjti efekt si me tërmet. Ne që kemi vrejtë si prem, do më prej moshës 2 vjeqare e gjys, që kemi hetu që po lexon. Mirë po me lexim, ma konkret është marrë prej moshës 3 vjetë e gjys, ka lexu vetëm rjatshëm. Edhe prej që ka fillu nuk ka lexu me rokje, po drejt edhe kështë të më rjatshëm. Shpesh i lexoj për një det librat e bibliotekës. Edhe ajo që punon në biblioteke ka probleme më jep gjithmonë, se kështu për çdo ditë shkojmë me marr. Ernest Hemingway është genial. Kështu këndon në përfundim. Ma shumë pëlqejnë këto enciklopedi që i lexoj, se tekstet shkollore. Egjiptologjia bazohet prej ditarit Emily Sand. Ajo kështu ka qenë me grupin e saj edhe ka studiu për Megjidvarrin e Osirisit. Osirisi ka qenë një faraon i Egjiptit. Ata kështu janë të provu me Megjidvarrin, po alo nuk kanë mujt me gjetë. Këta egjiptianët i kanë pasë edhe zakonet e tyne. Si për shembull, kur kanë ndarë dikon me fashu për me boll mumja, kanë mendu që zemra, kështu, është se animal e rëndësishëm në trup, edhe trunin si kanë jep heq rëndësi. Kështu që para se mi fashu, ja u kanë hek trunin prej hundës me një hekur, edhe mandej i kanë bu, kështu ta më në mumja. Një fëmijë i veçantë. Është një fëmijë me një diapazon shumë të gjanë, i cili nuk përkon me moshën që e ka. Ai pa viju klasën e parë ka ditë e lexon libra shumë të trasha, voluminoze, ka ditë e njëson, edhe ka qenë i përgatitur në qysh sa tjere për klasën e 6 apo të 7. Mirë po fatkeqësisht që nuk kemi na institucione që ishin marrë me këtë fëmijë. Ditë e nartit nuk është ditë e zakonshme si që është me fëmijët e moshës e tij. Unë sa kom vrejt, dita e nartit mundohet të adaptohet me shokë dhe me shoqe, por që nuk është as pak fajtor që është shumë përpara këtyre. Unë mendoj që një ditë e nartit është e mërzitshme. Në të e shkatru natyrën. Se në të përdor shumë acide ndryshme që bëshkatrojnë natyrën tonë. Edhe kjo tash e largon pak shtresën e ozonit. Ç'to është thuaja? Kur largohet stresi i ozonit, rrezet ultraviolet diellit mundën me dëvërtu ma lehtë këto te toka, kështu që kur nxehet më shumë toka, ka mushkriju aklla në polin verior, kështu uji ka mushter, mandej kështu, po uji krejt e din që s'mundën me jetu, kështu, po është zbulu edhe një trop qiellor ku mund në pas jetë. Është hana Jupiterit, Titani, ku e gjetë një lum, ama i lumi është kështu në gjendje në ngurt. Edhe shkencëtarët po thonë që kur shkrihet ai lum, Titani mundet më kon vend shumë i mirë për me banë nëna.
Moshën 5 vjeçare, domethënë vitin 2009, te specialiste e psikologjisë klinike, Nada Morina, edhe ka rezultu domethënë testi me 145, 130 deri në 145. Është fjala për domethënë aftësitë e përgjithshme. Kam bet mandej mi jak kry edhe këtë testin e aftësive speciale, kemi qenë në disa seanca edhe aty, mirë po nuk kam rimu mu konsolidu ku është i fokusum. Për shkak se unë po flas gjithmonë me fjalë të psikologës, thotë se në qoftë se verbalisht është i fort, atëherë domethënë numerologji do të më qenë më i dobët. Ky pakës i shkaktoi këtë konfuzion se ishte edhe verbalisht domethënë i avancuar edhe në fushën tjetër numerologji. Ako mënyrën tamë, чтобы мне сделать это. Будь что-то проявить самое, что? Нас есть такое. Шамбул куракина плюс, он нас пора и что? Шмертфон, пробой. Sistemi diellor u kriju para 5 miliard vjetëve, prej një res plurit e të gazit. Reja gazit e plurit, kur kanë fillu muratu rreth vetvetes, reja gazit e ka kriju diellin, yllin ton, kurse reja plurit ka fillu me kriju planetet. Qajo pa krije gazit që ka met, u bashku me ato të pluhurit, edhe sot janë 4 planetet gazit. Është Urani, Neptuni, Jupiteri dhe Saturni.